sot je mes Zvicrës, mes një lagje ku e thash më përpara se më artu që është një lagje që ka njerëz shumë të pasur në këtë vend që jetojnë, ti jeton këtu në mesin e tyre, ke një pasuri të madhe që zotëron në emrin tënd. Çfarë mendon ti personalisht, cili është ndryshimi i kënaqësisë apo i lumturisë mes këtij vendi këtu ku po rrim në këto momente dhe asaj villës që e ke në dol të Gjakovës, që jeni 6 vëllezër bashkë? Unë kanë ardhur shumë Zvicran, kur të them Zvicran me emnat ekstrem të mëdhaj, kur e kanë pa nënën Treze në hymje, jonë çudit më kanë thonë, pse ju moni nënën Treze këto? E pse edhe kryqin këto? Po kemi thonë shqiptar jena. Po ka thonë, po si shqiptarë zakonisht janë krejt musliman. Ka më thënë, ka dalë si ka dhe shqiptar të lashtë. Ata se kanë mund me mbjetu në për bjeshka. Në përmale? Në përmale, po. E atë, ja kam spigu pak historinë dhe janë fascinum. Nuk e kanë besu. Ama sot e besojnë edhe kemi ekstrem marrëdhënie ekstrem të mira me gjithë Zvicranët. Okej. Unë altin biznisin e kam bën pothuajse se krejt me Zvicranët. Humanizmin e kam bën të shqiptarët. Kohën e fundit e kam vrejtë se edhe shqiptarët janë të bën një faktor shumë i rëndësishëm edhe për ekonominë e Zvicrane. Po ka herë thamë se shqiptarë 2000 vjet, altin 2000 vjet shqiptarë, nuk kanë mund me mrri ekonominë e sodit, në përfolën global, ekonominë shka kanë mund me mrri për 20 vjet e fundit. 2000 vjet na kanë shku hoq. Sot shqiptarët jemi një faktor në Zvicër, në Gjermani, pothuajse në krejt globin botnor. Jam shumë krenar se jam shqiptar. Absolutisht, bravo, shumë bukur. A ke më plak në këtë vend, apo ke mendu mu këthy me jetu në Kosovë? Me herë, për me thonë tash, boll kalova në Zvicër, 50 e sa vite, asaj vjen me qenë të 60? A të regueti që 50 vite? A të regueti që kështu më bëdhe për shpirtit. Po. Një fjallë kur në ka haraj. Hajde. Ka ardhë mama jeme për herë të para këto, edhe në ka pas standarde në jetës. Edhe ka thonë, pas në pas kriju djem, thmi, pas në lind thmi, për me ndërtu Zvicrën. Unë kam lind djem për me ndërtu Kosovën, e jo Zvicrën. Mirisht na altin mas luftës menum se Kosova do të bëhat si Zvicra, po jo. Problemi është sistemi politik të na është korrupt. Kërkoj falë se nështë të podzonë dhe nështë të anë mikë me këtë fjallë, po s'kam qara pa thonë. Une, ku qëkoj në Kosovë, po thuti se unë jam emigrant në Kosovë, jo më në Zvicër. Ashtu e kam ndjenjen. Absolutisht. Ashtu në A me pak fjallë, nuk e kemë plan mu këthy në Kosovën me jetu pjesën tjetër jetës. A di shka është interesant ku ka kjo si, ku është kapitali, këto e pas edhe shpirtin. Edhe shpirtin e pas. Nuk të nëshën ma kapitali.